Egli vendos për menaxhimin tani e tutje pjesë e SBS Entertainment? Po, e vërtet. Fillimi i javës nisi me lajme për shkëputje të bashkëpunimit artistik mes Eglitakos dhe Fifit, diçka për të cilën Priveba Liberta Spahiu raportoi ekskluzivisht të dielën. Ishte Egli që konfirmoi një gjë të tillë përmes një reagimi shumë të matur, ku fjalët u vërej qartë që i pati të zgjedhura me kujdes. E nuk ka vonuar shumë që Egli të bëjë një hap të ri në karrierë, i definitivisht është i durim. Ajo ka vendosur të besojë rrugtimin shtëpisë së hiteve të pakontestueshme SBS Entertainment. Këtë Priveba Liberta Spahiu ka mësuar nga burimet sigurta pranë këngëtares, të cilat kanë precizuar se kjo ishte edhe arsyeja e qëndrimit të saj në Prishtinë këtë ditë. Karriera e Eglit do futet në shinat e duhura dhe do sjellë rezultate të pakontestueshme në menaxhimin e Jetmir Agajt. Përflitet se tashmë vetë janë menduar emra big për bashkëpunime me Getoar Selimin dhe Lumi B si dy prej tyre mysafir në një prej projekteve të reja të Eglit që po punohet në studio. Neve sa mbetet gjë tjetër, po t'i themi Eglit bravo për lëvizjen e suksese në këtë kapitull të ri profesional.